Pyet një vlla, a është puna fars? Për pensionerët jo. Për ato që janë social në jo. Për ato që janë shkollë jo. Për kanë puna është farzët. Për ato të cilët nuk kanë, nëse nuk punojnë duhet me vjedhë. Për këta farz. Për këtë arsye, kjo oferta të qerve duke thonë namazi farz, apo? Po puna, hala ma farz. Për ata punën duhesh me bon, e namazin duhesh me lon. Do me thonë, puna farz, e namazin a fil. Kështu ka ndosh me thonë. Ka thonë puna farz, ti vazhdojnë aton. Namazin me kru. Puna është farz për ato që i s'kan. Për ato që i ka 10 dyqane, e ka farz me punu? Pisi cilit dyqan ka 1.000 e merë. A e ka farz? Nëse thojmë që janë puna farz, duhet më konë për të gjithë. Pra puna është farz për ato që s'kan dhe kanë nevoj që ta lipin halal, mirë po bëhat farz i shejtanit nëse bëhat pa namaz. Tha shefis dveti, ti a i e musliman, a qka i e ta lip punën, e Allah s'ta lip namazin. Shefi atë pranon ti e mu konë qarë. Atë pranon? Shefi, mu konë ti sakat, me ta pasfol Allah, një dorë gjismetre njënën di e gjis. Kishte pranu në kompjuter me punu? Atë kishte pranu Allah në skele, ti një kam me post gatë 10 metre një e 15 centim. A ki shku dhe njëherë në dyqan me ble kundra mi thonë, kamën e gjatë kundrës 57 e qmajtën 37. A ka ndo? Pra Allah Azza wa Jall ka thonë, ja ju el-insan, ma gharrake bi rabbike el-kerim, alladhi khalaqake fesawake fa'adalek. Qka t'ka mashtru? Ndaj Allahut bujar, ajt ka kriju, t'ka zbukuru, t'ka fuqizu, ti Allahun tanë me arrua. Pra Allah Azza wa Jall është ma meritor fillimisht aj të adhurohet e pastaj të qerë s'ka problem. Pastaj të krijet obligimi ndaj të qerve që ti ki bon kontrat me ta, a me Allahun tanë para se me kriju Allahu Ademin, apo në pri kohës Ademit i ki thonë, elestu bi rabbikum, kur ka thonë as jam zoti juaj, ki thonë bela, po je zoti jonë, ti ke nevoj për Allahun tanë, Allahu Azza wa Jall s'ka nevoj për ti. Nëse ptefi të qetë pi firmës, edhe të len sakat dhe pa penzion, Allahu Azza wa Jall të shtin xhenem. Nga se mirësitë e Allahut i shfrytëzon, e Allahun tanë e harron.